Kryeministri i Republikës së Kosovës Isa Mustafa bashkë me Ministrin e Infrastrukturës Lutfi Zharkun dhe kryetarin e Obiliqit Xhafer Gashin vuri sot gurthemelin e punimeve për ndërtimin e urës në fshatin Plemetin të Obiliqit, e cila lidh shumë fshatra. Kryeministri Mustafa tha se ky projekt, edhe pse nuk është shumë i shtrenjtë, është një investim shumë i rëndësishëm për përmirësimin e jetës së qytetarëve të kësaj komune. Po konsideroj se është një investim shumë i rëndësishëm. Jo aq i shtrenjtë sa është i rëndësishëm për përmirësimin e jetës së qytetarëve të kësaj komune. Komuna ka kohë që ka bërë kërkesë për ndërtimin e kësaj ure që lidh Plemetimin dhe fshatrat andej Sitnicës. Unë shpresoj se me këtë do të përmirësohet gjendja, do të shfrytëzohen tokat të cilat janë atje, do të shkurtohet rruga për gjithë fshatarët që jetojnë andej lumit. Dhe pashtu do ta merr mbi vete edhe qeveria dhe Ministria e Infrastrukturës në të ardhmen që të ndërtohet edhe rruga, sepse vetëm me ure nuk zgjidhet problemi, por fillon zgjidhja e këtij problemi. Unë konsideroj se komuna Obiliqit meriton përkrahje, qeverisë dhe qytetarët e kësaj komune meritojnë që edhe ata të jetojnë në kushte normale, të shfrytëzojnë tokat e tyre, të shfrytëzojnë këtë hapësirë shumë të mirë, dhe së bashku me kekun të zgjidhen disa probleme që po duken këtu se kanë betë që me një mirë kuptim më të madh në mes komunës Kekut, por edhe të qeverisë të zgjidhen si probleme të qytetarëve. Ndërsa Ministri i Infrastrukturës Lutfi Zharku tha se kostoja e ndërtimit të kësaj ure do të jetë afërsisht 340.000 euro dhe do të ndërtohet për një vit kalendarik. Kostoja do të jetë 340.000 euro, por afërsisht 340.000, do ndërtohet për një vit kalendarik. Ura ka dy pjesë, pjesa e poshtë 70 metra, pjesa e dytë 80 metra, ashtu siç e shihni, e gjerë 5 metra plus me ndudjon trotuare ka një metër e gjysmë. Kryetari i komunës së Obiliqit Xhafer Gashi tha se vendosja e gurthemelit për ndërtimin e urës është lajm shumë i pritshëm për banorët e komunës së Obiliqit. Sot u vendos gurthemeli për ndërtimin e urës, një ure e kahmëçme e pritshme për banorët e komunës tonë, sepse është ndomë një pjesë e madhe në këtë rast të gjitha fshatrat e ortokollit, e në veçantë fshatrat e komunës tonë të cilat s'kan mund të lëvizin që nga pas lufta. Vlen theksohet që falenderojmë shumë Ministrinë e Infrastrukturës, Kryeministrin këtë rast për pjesëmarrje në gurthemel dhe për investimin e kësaj ure, me shpresë që besim që edhe pjesë tjera, projektet e tjera të vazhdojnë për të plotësuar uren. Gashi po ashtu tha se mungesa e kësaj ure ka mbajtur të ndarë një pjesë të madhe të banorëve dhe të gjitha fshatrave të ortakollit, e në veçantë fshatrat e komunës së Obiliqit, të cilat s'kan mundur të lëvizin që nga pas lufta.